Vitin parë unë kam patur në studio, jo për Gërdezin, po për pjesën e parë, pjesën e demontimit e gjitha këto lidhjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kam patur në studio Shkëzem Berishën, i cili duke kishte edhe në gjyq gazetën amerikane, nuk më kujtohet mirë. Gazetare. Gazetari. Unë e kam patur në studio shumë vitin parë. Po për Shkëzenin ka patur hetime dhe a ka sot hetime nga SPAK dhe kene informacione që shishke? Jo, nuk kam informacion për të pjesë, sepse Shkërzeni vetë, Zoti Berisha, në të rast për Shkërzeni Berisha, nuk është vetë ai akuzuar në çështjen e Gërdesit, domethënë, në këtë rast të gjykatës për gjyqin e hapur. Thjesht unë bëj një pyetje nga që ka ludimet shumë të unë bëj një pyetje. Dhe unë e kam pat në studio Shkërzenin dikur për demontimin e për gjithë këto. Po gjithë pjesën me Diverolin, me pjesën amerikane. Po, okej, dakord, janë dy episode. Janë dy episode, po pa çka se është një ngjarje, po. Episodi me Diverolin që është e shitjes fishekësh. E qartë. Që ishin kundër embargos. Kurse episodi për demontimin ishte për të marrë domosdoshmë. Nuk hyn thua ti. Jo, them që ka një fraksion të kësaj dosje, pra dosja e Gërdesit, në rastin konkret në SPAK, është ndarë. Një fraksion është që ka shkuar në gjyq, ajo që po gjykohet për Fatmir Mediun, një tjetër është që vazhdon ta hetojë SPAK-u. Te ky hetimi tjetër janë të gjithë ato persona që mund të jenë përfshirë në tek indicjet që janë. Pra, Zoti Shkëlzer Berisha ka një pjesë të vetën në dosje, ku ka dyshime për telefonata, për takime, për gjërat sa natyre, të cilat domethënë patjetër janë për të sqaruar sa të vërteta janë, sa qëndrojnë apo jo, por kjo pjesë është atij fraksioni, përket atij fraksioni dhe ne nuk dim asnjë detaj nga ai fraksion, sepse ky është një hetim sekret i prokurorisë. Madje as nuk e dim apo hetohet të vërtetë Shkëlzer Berisha apo jo. Ky është një amëndësim duke u nisur nga indicet. Ja është një amëndësim. Nuk dim akoma. Dhe drejtësia nuk është se thotë gjë për këtë, ëh? Drejtësia nuk ka thënë akoma gjë. Domethënë. Po, ama hetimi mund të marrë kohë. Gjykata e lartë ka nisur tani procedurën e ndryshimit të praktikës së njësuar për masat e sigurisë. Shqipëria është, siç e dim, është mbushur plot me të paraburgosur. Burgjet janë plot, kam shumë të paraburgosur se sa të dënuar. Tani praktikë për të njësuar masat e sigurisë, pra, dhe është një nismë gjykatës lartë e kryetarit të saj, Zotit Sokol Sadushi. Çfarë janë ndryshimet konkrete që ka propozuar Sokol Sadushi? Avokati jeni gjendje të thuash ne çfarë kërkon avokati? Jo, kam përshtypjen për këtë pjesë ty, po. Kam përshtypjen kjo është një çështje që ka shkuar për unifikim. Pra domethënë do duhet bëhet një unifikim i praktikës gjyqësore. Është një plagë shqetësuese shoqërisë shqiptare. Me keqardhje, kjo ndodh vetëm kur u prekën interesat e disa personave të pushtetshëm nga njëjta plagë, por ka dekada kjo histori. Vetëm tani erdhi puna që u prekën sa të fuqishëm që... Po ndoshta mirë të bëhet kjo, le të vi veza tani apo jo? Më mirë të bëhet e vonuar se mos bëhet kurrë. Është e rëndësishme. Sepse këtu pa ardhur veza, në këtë vend ku jetojmë ne, nuk ndodh. Që është pra, propozimi konkret tu, se jo, për vërre në media është kësheri që pse bën, përse që është tek, do të themi dhe ne pak më pas, po propozimi është për të unifikuar praktikën gjyqësore, pra për të vendosur standarde, se si për të orientuar, le të themi, gjykatat e shkallëve të para të dyta, se si do të veprojnë konkretisht me në mënyrë që ne të mos i mbushim plot me të paraburgosur, dhe pastaj ata në mund të ndodhë që të mos na kthehen dhe në të burgosur. Jo, ligje ka që është masa ekstreme, përdoret e fundit vetëm kur asnjë masë nuk funksionon dot. Po gjykata duhet gjithmonë, sipas ligjit, le të çandot praktik, sipas ligjit duhet të argumentojë pse kjo masa nuk bën punë, pse kjo masa nuk bën punë, pse kjo tjetër nuk bën punë, dhe pastaj çfarë bëjmë ne tani, jemi detyruar të bëjmë arrestim me burg. Këtë analizë nuk e bën asnjëherë gjykata e shkallës parë, asnjëherë. Nuk e bën. Jo, edhe gjithmonë merr çfarë thot prokuroria burg, po burg, dakor. Por Shqipëria, avokat të nderuar të kolegë, Shqipëria ka vërtet një problem të madh me paraburgimin, të evidentuar dhe nga Këshilli i Evropës. Megjithatë është kjo, vjen pikërisht tani. Tani avokati thotë nuk është halli i popullit këtu. Është halli i politikanëve, ndoshta edhe halli i politikanëve të korruptuar, po më mirë të bëhet për hallin që të përfitojë dhe populli. Se populli ndryshe s'ka si përfiton baton, ja si mendon ti. Ja, unë kam... Megjithatë duhet të kthehemi
në një histori të paraburgimit. Do të pranojmë që shteti shqiptar për një kohë ka funksionu vetëm për raste ekstreme. Detyrimet e qytetarit kanë munguar për një kohë gjatë. Në më thënë, vjedhja e energjisë, vjedhja ujtë, dhe të gjitha shërbimeve tjera që qytetarët realisht nuk kanë pas mundësi t'i paguajnë dhe kanë gjetë mënyra tjera. Dhe gjithashtu që krijuar një kulturë e mos ndëshkushmërisë për gjërat tilla, që u bë normale. Ju besoj që e kujtoni që nëse hyjmë statistikave, vetëm 40% e popullatës paguanin energji dhe vetëm 27, po tash të më kujtohet sakt, dikur pagesat e faturave të ujit, mos të flas, që të pagesat e plerave s'kan ekzistu fare. Dhe ti ke ekzistu në një shtet ku këto shërbime janë paguar me taksat tona, ose me taksat e shtetit, duke mos krijuar një kulturë të pagesës e faturave. Dhe në rastet tilla, shteti duhet ta tregojë rrëfimin e vet pse këto janë të domosdoshme. Nuk e bëri. Pra sy se trashigoj një periudhë 25 vjeçare, 20 e sa vjet, dhe kur filloi ndëshkimin e fortë, paraburgimin. Këto e ka bë qeveria e Ramës. Duke ashpër, ajo qeveri tjetër e anashkaloi të gjitha këto gjëra, dhe kur i anashkaloi të gjitha këto gjëra, erdh shteti në një gjë të pamundur për të krijuar një kulturë të pagesës. Dhe natyrshëm, kur filloi hapi parë filloi me ashpërsi. Dhe u krijua pastaj paraburgimi si e vetmja mënyrë për ta bindur qytetarin që pagesat janë domosdoshme parasysh se ti ato shërbime pi merr. Dhe pastaj kjo mbeti si kjo kulturë e pandëshkushmërisë u shndrua në një kulturë të ndëshkushmërisë së ashpër. Nëse ju kujtohet, por këtu e kemi amnistu përgjithësinë e qytetarit. Është amnistu totalisht. Edhe mediat kanë bë gabim, edhe mos flas qeveria që nuk ka krijuar diskurs gjuhë se ka ardhur momenti që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe ta duan shtetin e vet. Nuk e bën këtë. I paraburgosën. Dhe kjo mbeti pastaj si kulturë, paraburgimi mbeti si kulturë ndëshkim për gjithë ata të cilët nuk i kryjnë këto.